Pash një koment dikush prej Ikhwancave kishte thonë, jo po këta arabjofcat mbajnë mësim ose veç lexojnë prej letrës ose prej librit. Kjo tregon se ata nuk janë të edukuar me dije. Ata nuk janë të edukuar, as nuk kuptojnë as çështjet e fesë, po as edhe çështjet e dunjas. Se ti me shku, domethënë, edhe për çështjet e dunjas, ai profesori që del përpara, ai duhet me pas libër. Ai duhet me pas letra, ti je i përgatitur. Nuk mundet me fol ai çka i teket atit. Sot fol për drue drasa, nesër për beton, pas nesër për dritare, e pas nesër diçka tjetër. Ai duhet t'i përmbahet domethënë në asaj rregullores domethënë në që i është paravon. Kjo është dije. Jo çka i teket aty. Këta Ikhwancat kështu i kanë mësuar njerëzit. Sadullah, Beqir, Qetri, Shefqet, mos lasim për Elvisin e këta tjerit, i kam mësuar domethënë në me dal aty, as libër, as letër, veç pralla. Veç pralla. Kjo nuk është dije. Kjo nuk është dije. As në çështjet e dunjas, e mos lasim për çështjet e fesë. Edhe thot Ali ibn Medini rahimahullah, më ka urdhëruar Imam Ahmedi që mos të flas vetëm se nga libri. Dhe Imam Ahmedi që dihet se ka ditë 1 milion hadithe përmendsh, nuk ka flas dhe nuk ka bërë masimdhënie për vetëm se nga libri. Po këta s'kan lidhje domethënë. Plus, ajo që në është në shkencën e hadithit, ekzistojnë 2 lloj mënyrash domethënë e transmetimit të hadithit. Kjo është prej kohës së selefit. Nuk e kanë qit mbrapjofsa, siç e quajnë ata, me pa drejtësi. Dhe nga inatin që e kanë. Sot lexova një fjalë të prej kokave të Ikhwanul Musliminëve në Egjipt, problemi më i madh të muslimanëve janë selefit, thotë. Kështu kishte thënë. Ajo është prej kokave, domethënë, prej emrin aty domethënë shkruante emrin e atit dhe thoshte se është prej rangut më të lartë të Ikhwancave në Egjipt. Që bazën e kanë në Egjipt, ata burimin e kanë në Egjipt. Ky thotë se problemi më i madh janë selefit. Pse janë problemi më i madh selefit? Sepse ata i demaskojnë. Ata domethënë i zbulojnë. E kjo domethënë është shumë e dhimbshme. Kjo është traumë për ata. Trauma domethënë. Prandaj po janë edukuar ata në atë mënyrë, me pralla, me tregime, me gazetari. Edhe tash u duket aty në verand me mësu libër, me lexu hadithin, me marrë shpjegimin të filan dietarit. Kjo rand duket. Kjo është shkolla e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nëse kena zbulu. Ajo në shkencën e hadithit që desha me thënë, ka dobtu sadr. Dobtu sadr do më thonë për pikshmëri ose precizitet, do më thonë që njeriu e ka në zemrën e tij, do më thonë në mendjen e tij, e memorizon. Kur e dëgjon hadithin, edhe e memorizon ashtu siç që e ka dëgjuar. Kjo është dobtu sadr. Dhe ka dobtul kitaba. Është preciziteti në shkrim, që muhadithi të kalibrit më të lartë e shënon hadithin. Kur ja tregon Imam Maliku, ja tregon Imam El-Auzai, ja tregon filan për imamlarve, e Zohri e kështu me radhë, ai e shënon hadithin. Dhe kur vjen koha me e transmetu, e merr librin dhe e transmeton. Askush nuk i ka thënë për imamlarve, Imam Muslimi, Buhariu, e këto imamlar, jo po ti s'ke ditë përmendsh prej librit pse na lexon. E kuptuat këtë domethënë? Askush nuk ka qenë qortim. Kjo ekziston që 1300 vjet prej kur kanë filluar imamlarët ta mbledhin sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ta shënojnë dabtu sadr dhe dabtul kitaba. Kjo është barakallahu fikum. Edhe e drejta dhe realiteti është që kur flet njeriu për fenë Allahu subhanahu wa taala duhet me pas frikë. Duhet me pas frikë se ti të fol për fenë Allahu subhanahu wa taala. Folish me dije dhe siguri, jo me hamensi dhe në hava. Se secili ka me dhënë përgjegjësi dhe llogari. Ama kjo është, ata nuk janë të edukuar, edhe normal u duket domethënë vështirë.
u duke domethënë e vështirë dhe e zorçme domethënë. Ata janë të mësuar domethënë me dëgju pralla. Me dëgju prallat, me dëgju domethënë ecje në për male, në për fusha, domethënë incizime, tu vrapu, tu notu, tu ez në për male, në për kodra, këta s'ka nevojë kjo për kuptim. Çfarë kuptim duhet me pas? Ai Bekiri është tu hyp në për male, tu zdryp, në për maratona, në për ku e di ku, kjo s'ka nevojë për kuptim. Ama tulesh, ti shpjegosh këto hadithe, kjo ka nevojë për kuptim. Duhet njerë të ulesh dhe ti kuptojsh, të kërkojsh, të hulumtosh. Shejhu jon, Shekh Abadi hafidhahullah, është pregadit për mësimin që ka pas akshamit në Medinë, 3 orë pas namazit sabahut. 3 orë. Që Shekh Abadi llogaritet prej dietarëve të mëdhej të hadithit. E sidomos për burrat që janë në Sinxhir, domethënë, që Shekh Ahmed el-Nejmi rahimullah, një kalibër i rangut të madh, i thot Shekh Abadit, unë mahnitem me mendje prehtësin dhe memorin tënde për ato er-rijal, për ato burrat që janë domethënë në transmetimin e haditheve. Ky burr me këtë kalibër 3 orë përgatitje bën. Edhe kur e mban mësimin pasaj në mbrëmje me libër aty. Jo pa hajde tulemi tash edhe pa libër, jo. Edhe Imam Ibn Bazi me libër i ka marrë mësimet. Ka lexuar dhe kanë shpjeguar. Edhe dietarët e tjerë dhe dietarët e tjerë. Kjo është rruga selefie. Kjo është dije.